وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Falëndërimi dhe lavdërimi takon Allahu subhanahu wa taala, salavat e selamet që dërgojmë zotërisë së pejgamberëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij fisnike, shokëve tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëf prej tyre. Në shumicën e rasteve sa herë që nismin ndaj një salim e bashkangjitni edhe me fjalën në për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjatë gjithë jetës tonë, thonë se na pasur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na pasur sunetin e tina. Këta këto në shumicën e rasteve të na mbetin veç fjalë. Na pasur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, okay. Ti je pasur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me çka e pason ti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Në cilat gjëra, në cilat sfera të fushës tonë ti e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Falesh me tekbire, këto e ki obligim namazin për mu falë. I ki pandoll të shkurt, kjo është mënyra se ti çish dosh më vesh, e ki patjetër. Ki mjekrën, ta ka bëjë në fardh, që dosh me pasën mjekrën. Çto në kënd sene që na duhet mu identifiku se na e pason e pejgamberin me mjekrën, me pantolla dhe me tekbire. Pejgamberi sallam pasohet në gjitha sferat e jetës sonde. Pejgamberi sallam me një fjalë nuk pasohet, përse jetohet me sunetin e tina. Ka dallim mes asaj që ti e pason edhe mes asaj të cilën ti vazhdon me e jetue. Aleikum selam. Vazhdon ti me e jetue. Me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet me jetu. E ku mos sidomos në kohën e cila jena të jetun atash. Koha që na jetun atash, shoqëritë e ndryshëm. Idetë çdo ditë vazhdojnë edhe ndryshohen te njerëzit. Morali të njerëzit vetë se shkon edhe bjen çdo herë. Familja, shoqëria vujnë çdo herë, ki raste ku vujnë për përçarjes të mëdha. Përçarjen familje, përçarjen shoqëri, përçarjen xhamat, përçarjen të njerëzit. Këta këto vinë si rezultat i mos pasimit në mënyrë duhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse e pason pejgamberin në mënyrë duhur që të rreshtat e parë që i lexova nuk i kishmi pasur hiç. Thotë Allahu në Kur'an, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Për ju e vërtet në të dërguarin Allahu subhanahu wa taala e keni shembullin më të mirë. Cilin shembull? Shembull se çysh me jetuar ti, prej momentin që ti shkon me fjet, deri në momentin që çysh ki me fjet, çysh zgjohesh prej gjumit, edhe çka kemi bërë gjatë gjithë jetës tonë, gjatë gjithë ditës tonë, pejgamberi sallam na ka treguar neve studimin e tina se çka duhet me bëj. Ajeti tregon se çdo fush për hapja e fesë, qoftë atë në marrëdhënie familjare tonë, apo ndërtimi i karakterit tënd si njeri, si person, është model i vetëm është veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa bima rahmatin min Allahi linta lahum, me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, thot Allahu në Kur'an, ti u bëne i butë ndaj tyre, thot për pejgamberin sallam. Komenti i këtij hadithi është se kjo nuk është vetëm cilësi, por është mënyra se si pejgamberi sallam i ka udhëheq edhe njerëzit. Është mënyra se si pejgamberi sa nuk u kon veç pejgamber për njerëz, por u kon edhe lider për ta. Nuk është çështja se u kon veç lider, u kon mëshirë për njerëzit. U kon shembulli më i mirë që ka jetuar e ta. Vazhdon me jetuar në mesin tonë, nëse pejgamberi sa nuk është në mesin tonë fizikisht, ama suneti i tij do të jetë çdo herë deri ditën kur doni para Allah subhanahu wa taala. Një herë herave pejgamberi sa u kon në xhami, tunet me sahabët. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Vjen një person beduin. Beduin është një person i cili, si me thonë, tash njëri që vjen shumë për mali, që nuk është shumë i modernizuar, nuk din shumë për jetën, është tip ignoranti që nuk ka shumë dituri, edhe vjen edhe hyn xhami, edhe momenti që hyn xhami, vjen midis xhamisë edhe urinon. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para shokut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vjen hyn në mesin e xhamisë edhe urinon. Sahabët vetëm se revoltohen, nervozohen me veprimin e tina. Edhe vjen transmetime se disa prej sahabëve kanë dashur me muçu edhe me ndëron masën ndaj tina, çish vjen ai para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vjen xhami, shpinë Allahu subhanahu wa taala, edhe urinon. Pejgamberi thotë lënë ato. Thotë lënë çka është të bëj, lënë veprimin e tina. Mashtë që beduini e kryen veprimin e vet, del prej xhamisë, thotë pejgamberi, merrni do ujë edhe lanë venin se çka boni ai.
Veç pastron e vendit se çka bën ai. Sepse thot pejgamberi ju jeni dërgu se vetëm ja lësu njerëzve, edhe jo më ja vështirësua. Thot unë jam dërgu te ju për më ja lësu njerëzve, jo më ja vështirësu. Çka nëse ata kishin reaguar te ai beduini? Çka nëse sa kishin vazhduar me ndërmor masa me fjalë, apo me ndërmor masa edhe çështë edhe në mënyrën fizike. Si kishte me dal gjendja, si kishte me agravu gjendja aty. Sa shembull të mirë kishin me dhënë ata te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa mesazh kishin mujt me përcjell ata te ky beduin prej Allah subhanahu wa taala. Nëse e qesmi në vetën tonë, në prezent, në vendin e sahabëve, çka kishme me bëna? Nëse dikush vjen ta shëtën xhami edhe urinon, çdo të tepia. A kishme me thonë që leje, kur del, laje të pinë edhe kur gjë kërkojnë. Pa shumë problem kjo. Neve na ka ndodhur këtu me patika ka hije, një javë ditë e kena bë muhabet. Se ka hi me patika deri këtu, një javë ditë çysh pat edukat, hini me patika, shtëpia Allah, çysh të dena, i ka po të pijat, e ka po shejen, këtë këtu edhe kena bë një javë ditë muhabet. Me pas bë diçka më shumë, nuk kishmi bë vetë, ndoshta kishmi marrë edhe mosa të tjera. Sa pejgamberi sallam tregon ty se çka do të më bëhet ti, si duhesh me veprua ti me njerëzit. Prandaj kur dikush vepron gabim, reagimi ju nuk do të më kon mënyrë gabuese, por që reagimi ju do të më konën edukim për to, edhe jo me shkatrua ato. Jo me shkatrua ato. Momenti që kishin dashur më çusa më revoltun tek tina beduini, kishin mujt me shkatrua ato dhe mos milion më ert islamit atina. Por në moment që ata janë marrë me edukim me botimin e tij, me lehtësitë e ai, mundoh që ti me futën udhëzimin e Allahut në zemrën e tina me veprën të cilën ti e bën. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori Zeidin edhe shkoi me bë davet te populli i Taifit. Shkoi me bë pejgamberi davet në popullin e Taifit edhe vazhdoi me bë davet atyre me u thirrën, me thirrat në Islam, me treguar atyre fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Dolën Taifi në rrugë, burra, gra, fëmijë u organizuan që me e sulmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa që ka në transmetime, qatë shumë e kanë gjujt pejgamberin e me gurë. Atë shumë e kanë sulmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa që thot Zeidi se momentin që pejgamberi me qitë të hapin, vetë se dilke kanë një pëllom e gjakit për trupit tina. Atë shumë e kanë sulmua. Vjen me leku i maleve, i cili Allah subhanahu taala ka lënë me lek më për kujdes për malet, edhe i thot, o ti pejgamber, thot unë jam me leku i maleve, thot Allah subhanahu taala ma ka dhënë mua këtë mision që unë për kujdes për to male, thot a dëshiron që ti bëj bashkë të dy male, edhe ta shkatroj Taifin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot e bëni do, thot o Zot, ja Rabbi, thot o Zot, udhëzoj popullin tim, se ndoshta ata nuk din. Udhëzoj popullin tim se ata janë njerëz gjahila, nuk e din se çka jam duke ju thonë atyne. Ti shmikon na nuk kishmi prit me na ardh me na thonën aty bëj bashkë, por na kishmi kërkuar vetë që dikush me i bë bashkë ato male. Na kishmi kërkuar vetë që Allah me shkatruat popull. Hiç pa na ardh mundësia. Kjo është dallimi mes neve edhe mes asaj se çysh ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dallimi mes neve mes situatave se çish përballemi na edhe me situata që është përball pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është e vërtet, ai ka qenë pejgamber, ka pas mision caktuar. Është e vërtet se Allah subhanahu taala ato e ka pajisë edhe me sabër edhe më të madh se që kemi sabër na. Është e vërtet se Allah subhanahu taala e ka përgatitur ato për atë mision. Por sa i ka qenë udhëfysi, lekat kene lekum fi rasuli lahi uswatun hasana, sepse ju shembullin më të mirë, modelin më të mirë e keni te pejgamberi ju. Moment që ti lexon këtë histori të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhesh me marr model se ti të shme jetue. Jo veç me lexu si histori edhe me thon, po, sot 2 orë gjatë ditës kom lexuar për fe, kom lexuar çka rrethit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e kom musha dozën e leximit tim. Nuk është kjo doza, nuk ka dozë leximit. Leximit të cilën duhesh me bëti në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo në jetën e sahabëve, duhet të kon mësim për neve që na më ngrit me ato. Rreshtat të cilat ti i lexon duhesh më ngrit përmes këtyre rreshtave. Jo me i lexu edhe kur takosh me dikon shak e bosa gjatë ditës, ose që aty një libër e komunist, inshallah pe kry. Librën të cilën ti e lexon, deri në fund të librës ti duhesh me ndryshuar gjendjen tënde. Në momentin që njeri e qel një libër me lexue, deri në fund të librës ti duhesh me ndryshuar për mirë.
Edhe jo e lexon librin edhe deri në fund nuk i ke marrë mend as titulli se çka ka pas aty. Deri në fund nuk i ke marrë mend as ngjarje se çfarë është fol në atë libër. Prandaj jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk lexohet si libër, por se vazhdon të mësohet që për me jetuar me to. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i thjeshtë edhe në jetën e përditshme. Tregon Aisha radhiyallahu anha se në shtëpinë e vet, në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas diçka shumë luks. E ka pas vetë një dyshek shumë vjetër, e që shumë herë prej ushqimit të cilin e ka konsumuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shoqëruar vetë qumshti, uji ose hurmja. Saqë ka në transmetime që 3 ditë, 4 ditë rend pejgamberi sa nuk ka pas diçka prej ushqimit me hongër përveç se hurme. Përveç ka vazhduar me sabër edhe me mbar gjithë atë mision të cilin e ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala. Thjeshtësia të cilën ti e ke nuk është inferioriteti që ti dush me pas, ama është virtyti më i mirë që i bën zemrat më të afërta edhe i largon prej krenarisë, edhe i largon prej mendjemallësisë. Momentin që ti e ke që të modesti, momentin që ti e ke që të thjeshtësi, në jetën tonë kjo të bën që ty më largu prej mendjemallësisë. Edhe në këtë moment i bëhesh pjesë e hadithit ku thot pejgamberi se ata të cilët e kanë një kokër mendjemallësi në zemrat e tyre nuk e nin erën e xhenetit. Momentin që ti je i thjesht, largohesh prej kësajna. Edhe nuk bën pjesë më ti tek ky grup i njerëzve Allahu na ruaj prej kësajna. Butësia dhe mëshira të cilën duhet me pas na nuk e dëmtojnë asnjëherë autoritetin tonë. Mundesh me pas pozitë shumë të madhe. Mundesh me qenë njëri më i ditur ndoshta në vendin se ku ti jeton. Mundesh me qenë një mjeshtri më i mirë në vendin ku ti jeton. Po nuk të bën kur gjë pse ti je i butë, edhe nuk e humb kur gjë mjeshtrinë tonë apo diturinë tonë nëse ti je njëri i thjeshtë edhe vazhdon me net me njerëzit normal. Përkundrazi, nëse e nin veten inferior për shkak se ti e ke një titull, jeni mjek shumë i mirë, jeni mjeshtër shumë, jeni inxhinier shumë i mirë, jeni person i cili ke kryer shumë kurse, shumë fakultete, edhe e nin veten inferior, kjo është mendjemallësia të cilën ti e ke. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kon pejgamberi i këtij njerëzimit. U kon mëshirë për këtë botë, por asnjëherë nuk e ka nin veten që para dikujt na më thon tash unë jam pejgamber ti çysh bën kësi veprime kështu. E njëjta është edhe për neve. E njëjti mesazh vazhdon më kurrë edhe për neve, sepse karakteri i jot është baza e çdo komiteti të cilin ti duhet me përfaqësue. Kur fytyra jote është si fytyra ti, njerëzit i shohin edhe veprat siç e ndjekin shembull e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vani se ku ju jetoni këtu. Mënyra që ti për me përçuar mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shumë e mundshme. Ju punoni shumica juve punoni në vendin ndoshta fabrikën ose kompani të mëdha ku ka aty edhe jo musliman. Ka njerëz të cilët nuk janë musliman. Nëse ti vazhdon me nije se unë jam musliman, Allahu subhanahu wa taala ma ka garantuar fejen tëm se është feja e vetme e vërtetë në dinën e Allahut Islam, vërtet feja pranuar e vetme te Allahu është Islami, edhe vazhdon me një vetë inferior në baza të dinit tjetrit, çfarë mesazhi jetu për çutit ai? Përkundrazi, thjeshtësia jote, butësia jote, sjellja jote e mirë, të jetuarit me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bëhet shkak që ai tjetri me vetën ty, pse je ti çka që i lumtur, pse je ti çka që i gëzueshëm, pse ti jeton çështu, pse ti sa herë që vjen punë nuk ikun një far shtrej, nuk ikun një far brengshë tjetër. Ato e kiti mundësinë se çish me e bë davetin ton. Këtu ti e ke mundësinë hapin e parë, ku të hapet dera tyje se çish me thirr tjetrin në Islam. Çdo vend ku ti je dush me shfrytëzuar mundësinë tonë. Shfrytëzoje mundësinë tonë qoftë edhe në market nëse shkon këtu, shfrytëzoje mundësinë tonë, bëni një davet çaty. Thuje të paktën një fjalë diçka për Islamit, nuk e din, fjala e cila buron për zemrën tonë ka më buron edhe në zemrën e tjetrit. Ka më ndikuar edhe në zemrën e tjetrit. Ndoshta ai meniran nuk mund të më ndryshu vetën e tij që më udhëzue, por se kam i metën më. Kam unol edhe me menuaj ato. Në market ke filani, edhe më tha që më tha diçka se ai ku ka musliman. Mundet më u bua shkak se ai me vazhdua dhe me hi me hulumtue rreth jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë një feministe e cila ka jetuar në Britani. Vazhdon me jetu hala. Është e para që e ka qenë shoqatën e feministave atje. Kur fol për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, feministat janë ato që i mbrojnë mas shumë të drejtat e grave, që i lypin mas shumë të drejtat e grave, që i pa drejtat e barabarta, ai japin zon në këtë çështje shumë. Kur fol për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë se ai është martuar me një grua e cila u kon 20 vjet më e madhe se ai. Thotë nuk ka mundësi
që ky person më u pas martue për to për diçka për epsh, për diçka për bukuri. Por se këto e ka bu veç për shkak të thjeshtësisë që pas ka ekzistuar në zemrën e këtij personi. Pa besimtare, feministe, ka vazhduar me lexue jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë gjithë jetës së ka lexue e ka kuptuar se ajo në cilën ajo thret, në feministët të cilën ajo thret të musliman nuk ekziston kjo. Të musliman nuk ekziston që ti më thon dikujt na, hey, banu i drejti me gruan tonë. Hey, cilë mirëti me familjen tonë, me shikën tonë, me cilë mirë me gratë e tjera. Këto ta ka mësuar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është martuar pejgamberi me Hatixhen atje, e cila ka qenë 20 vjet apo 25 vjet më e madhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka pas mundësi që ai u martu për diçka për epsh apo ndonjë interes dynjajës. Po ka qenë thjeshtësia dhe butësia të cilën ka pas vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në zemrën e tij. Andaj thot Allahu bashiri sabiri, ti vazhdo çdo herë edhe përgëzoj ata të cilët janë durimtar. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju', sepse Allah subhanahu wa taala do t'ju sprovon ju me frikë, me uri, me shumë gjëra të ndryshme në jetën e juve. Në moment që i ka për personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çdo sprovë që la vjen, ti vetë se e kije i bën balla sajna, edhe i del përpara sajna edhe nuk mundet me thyë ty. Vdekja e djalit vet Ibrahimit alayhis salam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjithë djemt, të gjithë fëmijët e cili ka pas përveç Fatimës radiallahu anha i kanë vdekur çish të vogël. Përveç Fatimës që ka vdekur diku në 6 muaj pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur i dish djali i vet, një prej djemve të pejgamberit ka pas emrin Ibrahim, kur i dish djali i vet vazhdon mi dalën lot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdoi me çoj se mërzia ekziston te çdo njeri. Mërzia ekziston te çdo njeri. Edhe tha se lot e syve të cilë janë të i pasën, këto janë të lejume. Edhe dhimbja e zemrës është diçka e cila është e natyrshme, por na nuk themi kur gjë tjetër. Përveç asaj e cila e kënaq Allahun subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu jemi edhe prapë te ai kena më u kthye. Durimi s'do të thotë pa mundësi që ti ti ke më u ndje. Asnjëherë durimi të cilin ti e ke nuk do të thotë që ti je njëri i dopt. Asnjëherë durimi të cilin ti e ke nuk do të thotë që ti je njëri i cili nuk din me reague. Por se kjo është forca e imanit tënd të cilin ti vazhdon me e mbar zemrën tënde. Sprovat e mëdha që të vinë, nuk do të thotë që tash nëse unë jam të bëj durim, nuk jam të di çish me reague. Përkundrazi, kjo është mburoja e cila e mban besimtarin në lidhje me Allahun subhanahu wa taala. Në betejën e Uhudit kur dol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u plagosën shumica e sahabëve. Shumica e sahabëve vetë se u plagosën. Edhe shumica e tyre për shkak plagosjes së shumë ta mendon se e kanë vrarë dhe kanë plagosur edhe vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por se pejgamberi tha, qëndroni ju aty, edhe duroni sepse shpërblimi është edhe më i madh. Te çështja e betejës së Uhudit, na e kena edhe një mësim tjetër. Ata shigjetarë që në kodrën e Uhudit, tu e rrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë pa poshtë se muslimanët po vazhdojnë me i paraprije mushrikëve, kanë menduar se e fituan luftën. Edhe kanë lëshuar kodrën e Uhudit. Në moment që e kanë lëshuar kodrën e Uhudit, nuk e kanë dëgjuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me qëndru aty deri në fund luftës se të shpërblimi është më i madh. Vetë se mushrikët e kanë bërë strategjinë e vet janë si rreth kodrës së Uhudit, edhe ju kanë dalë muslimanëve prej mbrapa. Këta të cilët kanë lëshuar kodrën e Uhudit u bën shkaktar që me u humbur kjo luftë. Cilat janë mësimet e cilat na i nxjerrmi veç pse ata sahabë e kanë lëshuar kodrën e Uhudit. E para është çdo herë gjatë jetës tonë, nëse nuk i më dëgjuar një fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk i më ju bind diçka në sunetin e tina, kemi e pësuar humbjen tonë. Çdo herë nëse kemi ja kthye shpinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse jo fizikisht, të ja kthen shpinën sunetit tina, çdo herë kemi e pasur humbje. Edhe kjo është diçka e sigurt. Tjetra është, ata të cilët e lëshun kodrën, a i din dikush me emra se kush janë kon ata? Kërkush pinëve nuk i din. Ata nuk e ngun pejgamberin sallam. Ata e bën atë vepër që muslimanët e pësuan një humbje shumë të madhe. Kërkush pi sahabëve nuk i përmeni me emra ata se këta u bën shkaktar na e hupëm luftën. Çka kishim me bëna? Jo në luftë. Jo me hup luftë, po diçka shumë të vogël me hupën ta jetën. Mirë ke të shku puna po. A lebe njeri ata aty be. E lëshoj venin, e buni këta, e lëshoj këta, e hopëm. E hopëm venin. Ke shumë mirë të shku puna. Gjatë gjithë jetës kishmi më ju bu nështë njëri të barë për me ju ngarku atina.
Kjo nuk është ajo që na ka edukuar neve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ka bëu gabimi qëndron. Gabimi ekziston. Jemi njerëz të cilët kul ibn Adam khata'un, sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo biri i Ademit është gabimtar, më i miri për tyre është ai i cili e pranon gabimin vet edhe pendohet. Te ky hadith që ndon edhe mësimi tjetër. Çdo biri i Ademit është gabimtar. Pejgamberi sa të ka thënë ty që ti je gabimtar. A më i miri është ai i cili pendohet edhe pranon gabimin e vet, që i bjen. Më i keq është ai i cili e din që është gabimtar edhe nuk e pranon gabimin. Këto janë hadithe të cilat ti duhesh me i mësu gjatë gjithë jetës sonë. Duhesh më nol me menë. Pejgamberi sa ka thënë që çdo biri i Ademit është gabimtar, e lexove. Më i miri prej tyre është ai i cili pendohet, tamam. Vazhdo meditor rreth këtij hadithi. Nëse më i miri që ka ai i cili e pranon gabimin e vet, kthehet te Allahu me pendim ose kthehet te njerëzit me alip halallin, që i bjen, ai i cili nuk e pranon gabimin e vet, nuk e alip njerëz halallin, ku ka më i keq është e kundërta e kësaj. Allah na rrit për kësaj. Tjetra janë se durimi çdo herë është ndryshimi i vetës tonë, i cili vjen me sakrificën më të madhe që na e bojna. Durimi jo vetëm që i ruan njerëzit nga humbja e moralit, por se edhe e nxjerr prej tyre burime të tjera jashtëzakonshme. Kur njëri është durimtar, përveç se e forcon karakterin e vet, përveç se vazhdon me forcu imanin e vet, bëhet edhe fitim prut edhe për tjerët. Bëhet i dobishëm edhe për njerëzit e tjerë. Kur njerëzit shohin fytyrën tonë dhe ti je njëri durimtar, ki më reflektu te ta. Që ajo drita të cilën Allah subhanahu wa taala e ngul në zemrën tonë, në gjoksin tonë, reflekton edhe të tjerë. Andaj, këshillat praktike që na ka dhënë vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është kur ju ndodh juve ndonjë vështirësi, mos nxitoni asnjëherë që me vepru ata. Mos nxitoni asnjëherë që me ndal ata. Personal. Bisedo me Allah subhanahu wa taala. Fali 2 rekat namaz istikhare. Mas atij namazi vazhdo bë dua. Këshillohu me Allah subhanahu wa taala. Pastaj merr vendimin. Çdo herë që je në mes 2 rrugëve, se cilën me e marr, cilën me e zgjedh. Pejgamberi sa na ka mësuar neve me unal me i fal 2 rekate namaz istikhare. Namaz istikhare falet 2 rekate thjeshta, në rekatën e parë thu surën Fatiha, pastaj thu surën Kafirun, në rekatën e dytë surën Fatiha, pastaj thu kul huwallahun, jep selam edhe ngrit edhe bën duan istikhare. O Allah, nëse kjo çështje është e mirë për mua, do bësh për mua, për fejen tëm, për familjen tëm, mundsoje që më bëj kjo. Nëse nuk është e dobishme për mua, për fejen tëm, për familjen tëm, ja Rab largoj ashtu siç është më mirë, ashtu siç do të jetë Rahman ya Rahim. Vazhdon e bën duajin, edhe Allahu t'jep zgjidhje. Këshilla më e mirë se cilën ti e merr prej Allahut, edhe merr prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj profeti pejgamberi kur i vizitonte çdo herë njerëz të tjerë janë të smur, apo kur vazhdon të me punue me ta me dorën e vet, asnjëherë nuk i kursent ata që janë të varfër. Pejgamberi sa kur ka shkuar te disa njerëz, të cilët kanë qenë të punue, nuk u nalë edhe me i këshyr ata. Thonë janë pejgamber, s'kam nevojë me për lëvdu. Ka vazhduar me punue dhe ka dhënë çdo herë mundin edhe më shumë sekret. Sa që kur transmetohet se kur e kanë rindërtuar çabën në themelët e saj, pe njerëzve që më shumë ti ka bardh gur ka qenë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur transmetohet se kur janë bërë musliman gati për me shkuar në tregti, pe njerëzve që më shumë ti i kanë dhënë për me bëu gati tregti, për çka kanë me shkuar në tregti, ka qenë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur janë bërë musliman gati për me shkuar në luftë, pe njerëzve që më shumë ti ka dhënë për me bëu gati i parë dhe për me dalën front i parë, ka qenë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Momentin se çka bojnë ana. Momentin që na e kena një pozitë, edhe i kena disa njerëz që janë të punue, një punë amor, na shta ja thojna. Se na shta dhe që aty nuk kena arrit që mas me thonë, një punë amor ja thojna, amor, unë e punue, unë e hoq, kom studiue, kom su salire, sa të cenet i dije, unë e mu ullë me punue me këta, ja, bese shkon kjo. Jo bese shkon se vetë pejgamberi ka punue. Unë e me shku e tregti me këta, ja, bese nuk shkon kjo. Jo bese vetë pejgamberi ka bue tregti. El ulema warathatul anbiya. Hoxhallarët, dietarët janë trashëgimtar pejgamberëve. Kjo nuk do të thotë që ti je trashëgimtar veç ndije edhe me ju kallëzu njerëzve hadith edhe me ju kallëzu njerëzve Kur'an. Ti je trashëgimtar në këtë sjelljet e tina. Pejgamberi sa kur ka nejt me gjithë me sahabët, ka qenë për aty që më shumë ti ka bëu hajgare me sahabë. Thashë ato kur jam kon me Ali radhiyallahu an, më shumë ti që ka bëu shaka, ka bëu hajgare me Ali, ka qenë vetë pejgamberi alayhis salam. Kur kon çështja për me fol diçka në seriositet, ka qenë që më shumë ti kon pejgamberi serioz.
Kur kon çështja me i vetën sahab në çështje të lëmi tjera dunjës, ka qenë pejgamberi i cili i ka pyetur të tjerë se çish me vepruan çet lëmi. Ky është pejgamberi sallam. Ky është shembulli jot më i mirë. Ky është mënyra se ti çish duhesh me jetuar sipas tina. Andaj, kur njëri mendon se ishte mbret, i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos u frikso. Unë jam biri një gruaje që han të bukë të thotë në Mekë. Kur ka ardhur pejgamberi me një vend, edhe njerëz tash e kanë pitën sikur se më kon ky një mbret tash ka me posat pozitën e madhe, person ka thonë mos u frikso. Unë nuk jam kërkush, vetë se jam biri i një gruaje i cili ka hungur bukë sot atje në Mekë. Ky është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Asnjëherë nuk e ka shfrytzuar pozitën e vetë si pejgamber. Asnjëherë nuk e ka shfrytzuar fuqinë e forcën vetë që ka pas mesin e njerëzve. Ky është shembulli të cilin duhesh me ta shikuar ti gjatë gjithë jetës tënde, qoftë me njerëzit ku ti jeton me shoqërinë tënde, qoftë me familjen tënde. Tha Aisha radhiyallahu anha për pejgamberin sa, "Kana Qur'anan yamshi 'ala al-ard." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kon Kur'an i cili ka ecën mbi tokë. Çka do të thotë Kurani i cili ka ecën mbi tokë? Ato ajetet e cilat i kanë zbrit atina ka vazhduar edhe me jetu ato dhe me përvetësu ato në jetën tina edhe në shoqërinë rrethës ku ka jetuar. Porolësia krijon çdo herë besueshmërinë te Allah subhanahu taala. Kur njerëzit e ndjejnë se lidhiri i tyre është një prej tyre, ata lidhen edhe më shumë me to. Kur njerëzit e dinë se hoxha është një prej tyre në mesin e tyre, kanë me dosh edhe më shumë ato. Kur njerëzit e dinë se shefi është mesin e punëtorëve, është një prej tyre, kanë me vazhdu me punu barabar me to edhe me dosh edhe më shumë punën se cilën ata e bojnë. Kur fëmia e shef se baba është një prej tyre i cili po lum me to, po ulet baba, po lum me fëmijët e vet, po vazhdon me qesh me ta me bëj ta, nuk ka me pas më atë frikën që tash unë baba është prezant me bëu diçka. Kjo është kur ti vazhdon me një prezencën e dikujt, një prej teje, një prej pjesës tënde, që vazhdon me shtruar dashurinë prej tina. E njëjta është nëse ti në jetën tënde, në punët e tua, në veprat e tua, e ke bu sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një prej pjesës tënde, kime e pasu ato, edhe kime jetu për thona. Ama nëse ti e ke lënë jetën tënde që tu, edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kënena, edhe gjatë jetës çka të konvenon merr pikë kësaj për me jetu, edhe çka nuk konvenon e lën, kjo nuk është jetë sipas sunetit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse ti e ke marrë jetën tënde me hes çështu, edhe Kurani e ke lënë këtë rrugën tjetër kënena, edhe çka të konvenon për ajeteve të Kuranit mi zbatuar, çka nuk konvenon me i lënë se pak koha që jetu jetu, pak e tepër që kjo, që nuk jetu me Kuranin. Ti me Kuranin nuk jetu. Ti jetu e boni jetë pjesësh me Kuranin, mo tu jetu me Kuranin. Çu shmenon ti që më kon Kuranin ndërmjetësim për ty. Çu shmenon ti që më kon pejgamberi sa ndërmjetësim për ty në ditën e gjykimit, Allah na bëj për atyre të cilët pejgamberi ndërmjetëson për neve. Por me ndërmjetësu pejgamberin për neve do të me jetue. Do të me jetu me pejgamberin sallam. Disa veprime të cilat na ndoshta i bojnë në jetën tonë përditshme. Secili e din për veprat e veta se çka bën gjatë ditës. Me e mor një shembull kështu. Nëse pejgamberi sallam i shkon prezant mesin tonë, ai kish mi bëj ato. Nëse pejgamberi sallam i shkon prezant mesin tonë fizikisht, ai kish mi fol disa fjalë të cilat ndoshta i thojna. Do të isha që i veshme, i kishmi vesh para tina. Disa gjestet e të të bujna, a kishmi me i bu para tina. Shumica ne kishmi me thonë jo. Jo se pak ajo është pejgamber. Okay. Njëjtë është, suneti i tina është prezent. Respektoj sunetin tina ndërmjetëson ai për ty në ditën e gjykimit. Jeto me sunetin e tina, kime pije ujë pi dorës tina. Ata të cilët në ditën e gjykimit pin ujë, pi dorës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam aty vetëm Allah ja ka garantuar dhe i bën banor të gjenë Allah na bëf për tyre. A dhe kënaria shpesh faqet ku njëri harron se gjithçka i vjen atina prej Allah subhanahu taala. Pejgamberi sa na mëson se ta kujtojmë çdo herë vetveten tonë. Ta kujtojmë se çdo mirësi që ne kemi vjen vetëm prej Allah subhanahu wa taala dhe nuk ka diçka pe imunit ton. Mundi jot është sebebi të cilin ti e ke fituar ato. Puna jote është sebebi të cilin ti e ke fituar ato. Por të rrezik e gjëra tjera të cilat vijnë janë caktimi i Allah subhanahu wa taala. A dhe kur të arrish diçka, kur të arrish me një vend, kur të arrish me një pozitë, kur të arrish me një gratë nalt, çdo herë falenderoj Allahun subhanahu wa taala. Edhe mos harro se dush me u kënaq me çeltin e thjeshtësisë, me çeltin e modestisë. Kjo është kënaqësia. Kënaqësia e vërtetë është me jetuar me çeltin e modestisë në dynjë, me qenë njëri i thjeshtë në dynjë. Sado që ke arrit, pse se vetë pejgamberi sallam ka qenë njëri më i thjeshtë, njëri më modest që ka jetuar ndonjëndaj. Çdo ditë thuaj se unë nuk jam më i mirë se askush tjetër, por se vetëm përpjekja ime është ajo.
Kjo bën që me luftu ti vetën tënde. Gjihadi më i madh, edhe gjihadi më i rënd, është gjihadi kundër vetës tënde. Gjihadi kundër vetës tënde. Gjihadi kundër egos tënde. Çdo herë ajo ego që e kena përmendë kanë herë bëhet me na mujt neve edhe me kriju një farë mendjemallësie në veten tonë. Prandaj çdo herë lufta më e madhe të cilën do të më bëna çdo ditë do të më bëj me veten tonë. Tha Sufjan al-Thauri se nuk kam shëruar diçka më tron se sa niyeti jam. Pse? Sa çdo herë ndronte unë. Çdo herë niyeti ndronte na. Nisesh për me bëni vepër me një nijet mirë, gjatë rrugës mundesh me ndrruar niyetin tonë. Prandaj tha Sufjan al-Thauri se nuk kam shëruar diçka më të madhe se sa çështja e niyetit tem, sepse kjo çdo herë vazhdon me ndrruar unë. Në ditën kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hyri në Mekë për me shëruar mjekën, hyri me mira njerëz aty, cilët dikur ata vetëm se e bën armiq ata. Edhe ai tha, "Idhhabu fa antum tulaqa." Kur erdhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinës në Mekë edhe e shliroi Mekën. Në Mekë ishin njerëzit të cilët e përzën në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për shtëpinë tina. Në Mekë vazhdonin me jetue njerëzit të cilët e përzën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për shtëpinë për vendit se ku ka lind ai dhe ku është rrit ai. Çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atyre kur i takoi? Idhhabu fa antum tulaqa. Shkoni se ju jeni të lirë. Nuk u mor me ta. Nuk vazhdoj me ju kundërvy atyre. Tash unë kam shliruar Mekën jam për mi juve, tash unë ju kallë çefin ju. Ja. Çka kishim me bëna nëse dikush kishme na largu pi një vendit ton, pi një pozitës ton. Në momentin e parë që kishme hije në atë vend, s'kishme me vazhdu me vepru diçka. Kishme filanat që ta që ma kanë bo atëherë, që ta përpara për du mi pas. Tash më ka orë mundësia, tash unë ja ka dhe juve. Nuk është kjo edukata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Idhhabu fa antum tulaqa. Shkoni, jeni të lirë. Më keni qitë për shtëpie, ma keni ju pasionin, ma keni ju venin tem, u dosh me bëj hijret 100 kilometra larg me shkuën kohë me ku me deve në rregull. Kjo është tash se unë edhe pse jam për mi juve, ju luaj të lirë juve. Kjo është burrnia të cilën ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që na tregon neve burrninë të cilën ti dush me pas. Përveç burrnies, drejtësinë të cilën ti dush me pas. Andaj veprimi të cilin e thyen modelin e hakmarrjes. Shumica prej neve e kena atë model hakmarrën që duhet me ja kthy njerit. Duhet me ja kthy. Farudduha billati hiya ahsan, tha Allahu në Kur'an. Ktheheni ato edhe me më të mirë, nuk tha me hasan të mirë, po billati hiya ahsan, me ato e cila është edhe më e mirë. Kur një njeri një herë për herë e tërheqi pejgamberin sa e mor pe pall të vet, e ngrej kështu, e tha mbështesi edhe urdhoi, e mor jokën e vet edhe tha që merre. Vazhdoi me ngrej pejgamberin sa për jokën e vet. Pejgamberi sa e helli jokën e vet i tha që merre, urdhno, kjo është e jotja. Shka kishmi me bo na, çdo herë për klasën me veprimet tona. Lambërë se e kom blek ta do ma shkyja. Këto janë veprimet e cilat na i bojna, i veprojna, nuk po them që veç çka kishmi me thon, po na vazhdojna me i veprue. Dikush patikat me t'i ndrru atje, na me këtu një orë dhe ta lyu kush është ai që mi ka ndrru patikat. Këto janë veprimet të egos të cilat na i kena në gjoksin ton. E çet ego na duhet me thyje. Çet ego duhet me largue prej zemrës ton. Qysh e largon ato? Përveç se tu mësue, tu i marr, tu i lexu mësimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke të me jetue me shto mësime, duke i përveçuar në gjoktat e tonë. Andaj, bashkësia asnjëherë nuk është ndërtue. Uniteti, umeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam asnjëherë nuk është ndërtue veç me respekt ose me dashuri, por se është ndërtue edhe me butësi, me sjelljen edhe me frikën te Allahu subhanahu wa taala. Kur dashuria mungon për Allah, kur dashuria për hir të Allahut mungon në mes të njerëzve, atëherë edhe bashkësia dhe uniteti dhe umeti që ndahet edhe përçohet. Falja nuk është vetëm dërgesë pas lëshimit se çet e bën, por është shlirimi për zemrën tonë dhe kur nuk fal, varros e veten në urrëtie. Kur ti nuk fal, vetëm se ja ke hap vetes varrin e urrëties tonë. Ki me varros veten në urrëtien tonë. Kjo është veprat të cilat vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar neve. Kur të lëndosh, asnjëherë mos e bëj një hap pas. Zë vazhdo diçka që të ka ndodhur ty, një sprov që të ka ndodhur ty, mos shko te mas, ose bëj se është kjo një sprov e rëndë e cila nuk isha mujtën me përballue, është kjo një sprov që pejgamberi që Allahu subhanahu ma ka dërguar mua për shkak se jam kësi personi, jo, çdo herë mendoj veten pozitiv. Sprova që më ka ndodhur mua, ndoshta është shkak i imanit tem. Sprova që më ka ndodhur mua, ndoshta është në vërejtë që unë do na më kthy tash me i folën vetë se
nuk jam mirë, sprova që më ka ndodhur mua, kthehu edhe fal me veten tënde, ndoshta Allah subhanahu wa taala po don më ngrit mua në xhennet. Asnjëherë mos u ktheni hap për masën dhe thon, pse ndodhi mu kjo, mos të kish ndodhur, mos të ish bëu kështu, nuk është kjo. Përkundrazi, ti si besimtar, ti si musliman, duhesh më u mërzitën momentin që ti nuk sprovohesh. Momentin që ty jeta të shkon krejt rahat. Momentin që ty jeta shkon këtë me këtë. Atëherë duhesh më mërzitën, se Allah subhanahu wa taala mua nuk ka të sprovuar. Se tha Allah në Kur'an, inna Allah ma sabirin, Allah është me durimtarët. Kur është durimi? Durimi është kur ti ki sprova, jo kur je në rahat. Durimi është kur ti ki vështirësi, jo kur je në rahati. Inna Allah yuhibbu sabirin, Allah i don ata që janë durimtarë. Nëse Allah të ka zgjidhur ty me sprovue, Allah të ka zgjidhur ty se ti je pi dashurve tina. Çdoherë duhesh me shoqëruar durimin tënd me falënderim. Rastin të cilin e kena përmend shumë herë kur një person të Allah subhanahu wa taala i ka dërguar me laçet për mia marrën fëmijën e vet. Vetëm fëmijët të cilin e ka pasaj, Allah mia marrën. Edhe shkojnë me laçet dhe ja marrin fëmijën atina, personin. Vetëm fëmijë, mas disa vjetë. Edhe i pyet Allah subhanahu me laçet thotë, a ja morë thotë thesarin e zemrës së robit tëm? Thotë, a ja morë me thon kështu shqip, lëçkën e zemrës së robit tëm? Thotë me laçet thotë po. Thotë, e çka tha thotë robi jam? Thotë, elhamdu wa shukru lillah. Thotë, falënderimi, lavdërimi ta kam veç Allah subhanahu wa taala. Thotë, edhe kur e konspirua çështo, edhe kur e konspirua në vladin e vet, thotë, ai gjen fuqinë edhe forcën që më falëndero mua, thotë, ata ndërtojani atij në shtëpinë xhennet, edhe e mërtojeni shtëpia e falënderimit. Çdo herë që ty të vjen sprov, ti vazhdon me u kon durimtar, edhe me falëndru Allahun subhanahu wa taala, dije se me lash atje veç janë të ta ndërtu shtëpinë tyje, e cila është shtëpia e falënderimit. Allahu na bëf për atyre të cilët kanë mirë përvestu këtë shtëpi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë ishte për atyre i cili lutej për ummetin e vet. Allahumma ummeti. O Zot, ruaje ummetin tëm. Për shkak kësaj duaje që pejgamberi sa e ka bue shpesh, o Allah, ruaje ummetin tëm. Allah subhanahu wa taala ja jep një përzim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, o Muhammed, po dije se askush prej ummetit tënd nuk ka më prekën zjarri i xhenemit. Askon prej ummetit tënd nuk ka më prekën zjarri i xhenemit. Ky është përgëzim për gjithë neve. Ama tash do të më bëj pyetjen se a jemi në ummetin e pejgamberit sallallahu apo nuk jemi në ummetin e pejgamberit sallallahu. Por me qenë umeti i pejgamberit sallallahu është ai i cili vazhdon me jetue me Koranin, edhe me jetue me sunetin e tina. Ai i cili gjen rrugë tjetër mes tyre, ai ka gjetur rrugë tjetër përveç umetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah na bëfë umetit tina. Ai asnjëherë nuk e ndonte kushtimin e begatim, por se ndonte mendjen e zemrës. Përgjegjësia jonë është përgjegjësi të cilën ne pas në bashkësitë tona reale. Jo të ngrit na veç one, po të ngrit me gjithë. Jo të ngritet veç filani, po të ngritet xhamati, të ngritet grupi. Kështu shkon te para. Kështu është te para do umeti i tij. Kështu dhe bashkohet umeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu e gjen edhe rrugën e cila na çon drejt fitores madhe, fitore e cila do të më jetu përveç do të më jetue me islam dhe me sunetin e tina. Andaj, merr pjesë çdo herë në programe të cilat në aktivitete të cilat vazhdojnë me i organizuar muslimanët, e cila është në dobinë e muslimanëve. Vazhdo të jesh prej atyre i cili thotë nuk e bëj këto për veten tënde, por se e bëj për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nuk e bëj që unë më ngrit me këto, por se e bëj që më ngritën të gjithë njerëzit, edhe gjithë si bashkësi si umet me e gjetën kënaqësinë të Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, nëse dua që na me pasë bekim familjet e tona, nëse dojna që me pasë bekim edhe në xhamatin tonë, xhamat nuk do të them xhamati kësaj xhamie, por xhamati këtë përgjithësi si musliman, shoqërinë tonë. Nëse dojna që me pasën bekim, në momentin që ne vazhdojmë me i thon fjalë, me e thon të vërtetën, atëherë nuk mjafton vetëm adhurimi formal. Nuk mjafton vetëm me adhuru Allahun subhanallahu formalisht. Nuk mjafton që vetëm me pasur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam formalisht. Por se duhet me vazhdu me përvestu ato në gjoktat e tonë që me vazhdu me adhuru Allahun me zemrën tonë. Me pasu e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për një me zemrën tonë. Duhet me e bo që përjetimin, me përjetu ato ngjarje, me përjetu hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm me recitu si rreshta. Tha Allahu në Kur'an, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. E thuaj se nëse jeni ju prej atyre të cilët e doni
Allahu subhanahu wa taala pasojën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju don juve Allahu. Allahu subhanahu wa taala dashurinë e tij ndaj robërve tina e ka lidhur ngushtë me pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për me fituar na dashurinë e Allahut ndaj neve, do të më qenë për atyre të cilët e pasojnë atë sallallahu alaihi wasallam. Andaj le të bëjmë për atyre të cilët ndryshojnë, jo vetëm dëgjojnë, por se vazhdojnë me ndryshue. Le të bëjmë për atyre të cilët lexojnë jo vetëm me gjuhë, por se vazhdojnë me ndryshue me leximin e tyre. Le të bëjmë për atyre të cilët përveç se dëgjojnë, lexojnë, vazhdojnë edhe me vepru me ato, edhe jo vetëm të cilët flasin kot, edhe flasin shumë edhe i shtojnë fjalët e tyre, por se atë fjalët e cilën e thojnë vazhdojnë edhe me qitë në vepra. Nuk ka dobi fjala jam të cilën e them këtu para juve nëse ti nuk e shën veprat e mia, nuk ka dobi këshillat e cilën ta jap ty nëse ti e sheh këtë kundër të atë këshille që unë e veproj para teje, por se çdo herë këshilla, fjala, dituria, mirët ka ndikim, ka dobi kur e shefti edhe në veprat, edhe në veprat e njerëzve. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që më i shëru zemrat e tona, e lutim Allahun subhanahu wa taala që më i zbut zemrat e tona, e lutim Allahun subhanahu wa taala që më na bëj për atyre të cilët e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për një men jetën e tyre. E lutim Allahun subhanahu wa taala që gjithë neve më na bashku me një saf të vetëm, më na bashku në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala ku do të jenë pejgamberi, ku do të jenë sahabët, ku do të jenë njerëzit e mirë, ku do të jenë shahidat, njerëz e sinqertë. E ku ka shoqëri më të mirë se këta. Walhamdulillahi rabbil alamin.